Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Të nderuar vëllezër dhe të nderuar motra. Besimtari mundohet që këtë muaj ta shfrytëzon, sidomos mos ta tepron. Edhe një prej teprimeve të cilët e bëjnë besimtarët, që nuk duhet të tingëllojë çortuese, po duhet të tingëllojë këshilluese. Për arsye se ne ndonjëherë mundohemi ta prekmi varën, jo që të lëndojmë, po mundohemi që vara e cila gjendet tek ne si shoqëri muslimane ta shërojmë. Andaj teprimi në xhum, mos flej. Nuk është muaj i xhumit. Ka kohë kur do të flesh. Besimtari është muaj ku duhet ta shfrytëzon namazin e tij, adhurimet e tij t'i bëjë në kohë të caktuar, e sidomos namazet. Besimtari i cili tepron në xhum, normal që do të hiqë një pjesë e jetës së tij duke pushuar dhe duke flet. Vëllazër, besimtari nuk duhet të hiqë namazin e drekës me xhamat, që për fat keqen i ndodh disa prej neve. Wallahi, kemi po me sytë tonë që ka pas njerëzi të cilët kanë pushuar në Ramazan 3 apo 4 orë. Dhe kjo ka qenë më e shumta e tyre, që ka pas kohë në 10 që në fundit kanë fletë edhe më pak. Andaj vëllezër dhe të nderuar motra, mundohuni që mos ta teproni në xhum. Xhumi është një hise të cilën njeriu duhet ta morë që të pushoje për hir të Allahut, të bëje një qetësi një rahati dhe të zgjohet. Për arsye se Allahu subhanahu wa taala e thirrje dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Qumil leila illa qalila, çu natën, ngjallë natën. Jo natën të flesh, më falni të çndrosh, e natën e ditën të flesh. Mundohet që ajo të jesë paralele, duke më dhënë hise trupit tan, po jo në llogaritë e axherimit tënd. Jo duke i dhënë llogari në aspektet e tjera. Për arsye se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e shtrëngonte, që shka në hadithe se e cekëm, që në 10 e fundit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mshtel ke shtratin e tij. Andaj mos e tepron në xhum. Wallahi, prej asaj që dëgjojmë, që ka besimtari i cili deri në çastet e iftarit është duke flet. I ik namazi i tij, i ik leximi i Kuranit, i ikin veprat e tij, andaj mos e tepron në xhum. Se xhumi është vdekje. E në xhum njeriu me të vërtetë nuk bën sevape, por nuk duhet ta lejojë vetveten e tij që mos të bëje domethënë vepra të mira, e duke mos bëu gjunoj nuk do të thotë që nuk mundet me bëu edhe nuk mundet me bëu edhe sevape. Xhumi të pengon nga sevapi, andaj mundohu të zgjohesh, të qëndrosh pak më shumë, që sa peshon në këtë dunjë, do të peshosh edhe në ahiret, duke u mundu që atje të pushojmë, e ndoshta këtu pak të angazhohemi më tepër. Merr këtë këshill jo si çortim, po merre si dashamirëse e cila është për rizgjim të njëri tjetrit dhe këshillim të njëri tjetrit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.